Në bazën ushtarake pranë Fort Bragut, ditët rëshisnin njësoj, me të njëjtën zhumë çizmesh mbi beton, të njëjtin erë metali dhe djersë që ngjitej në mushkëri, dhe me të njëjtën ndjesi boshllku që ritej sa herë që nata binte dhe dritat e barakave fikeshin një nga një. Për Jack Millerin, koha kishte pushuar së qeni diçka konkrete. Ishte kthyer në një numërim mekanik ditësh, orësh dhe javësh që e ndanin nga shtëpia, nga gruaja e tij, nga jeta që kishte lënë pezu. Çdo mbrëmje, para se të flinte, shihte të njëjtën fotografi në telefon. Emily, me flokët e mbledhura shkujdesur, duke qeshur në verandën e shtëpisë së tyre në periferi të Raleighi. Ajo buzëqeshje ishte bërë pika e tij e vetme e qëndrueshmërisë në një realitet që ndryshonte vazhdimisht. Leja erdhi papritur, pothuajse si një gabim administrativ. Një rotacion i përshpejtuar, disa dokumente të nënshkruara me nxitim dhe një oficer që i hodhi fletën përpara pa shumë shpjegime. 2 javë. 2 javë që Jacki i vendosi t'i kthente në një surprizë. Nuk i tha asgjë Emilyt, donte të shihte reagimin e saj. Fytyrën që ndriçoi kur ai të shfaqej papritur në prag të derës, ashtu si në filmat e vjetër që ajo i pëlqente. Në mendjen e tij, ajo skeni ishte e pastër, e qartë, pothuajse e shenjtë. Udhëtimi për në shtëpi ishte i gjatë dhe i lodhshëm, por adrenalina ja mbante sytë hapur. Kur makina u fut në lagjen e qetë me shtëpi një katëshe dhe kopshte të rregulluara, Jack ndjeu një ngërç të çuditshëm në stomak. Gjithçka dukej njësoj, por njëkohësisht jo. Makina e Emilyt ishte e parkuar, si gjithmonë, por pranë saj kishte edhe një tjetër, një sedan i errët që ai nuk e njihte. E largoi menjëherë dyshimin, duke justifikuar me ndonjë vizitor, ndonjë koleg pune. Ishte e premte pasdite, fundjavë e zakonshme. Çelsin e futi ngadalë në brav, me një kujdes pothuajse fëminor, sikur zhurma e vogël metalike të mund të prishte gjithë planin. Dera u hap lehtë. Brenda, shtëpia mbante erën e zakonshme të qirinjve aromatik që Emily ndiste gjithmonë. Por kishte edhe diçka tjetër, një përzierje e panjohur që nuk i përkiste asaj hapësire. Jack la çantën pranë murit dhe bëri disa hapa përpara. Zhurma vinte nga dhoma e gjumit. Jo një zhurmë e fortë, por mjaftueshëm e dallueshme për ta ngrirë në vend. Në ato sekonda, mendja e tij kërkoi çdo shpjegim të mundshëm përveç atij më të dhimbshmi. Ndoshta televizioni ishte ndezur. Ndoshta Emily po fliste në telefon. Por kur dera e dhomës u hap dhe pamja përpara tij u bë e qartë, çdo mbrojtje mendore u shemb si një strukturë e ndërtuar keq. Emily ishte në shtrat. Trupi i saj, aq i njohur për të, ishte i afërt me një trup tjetër, mashkullor, i huaj. Çdo detaj u gdhen në kujtesën e Jackut me një qartësi mizore. Çarçafët e rrudhur, drita e pasdites që hynte nga dritarja, mënyra se si Emily u kthye me fytyrën e zbardhur kur e pa. Nuk pati britma, nuk pati skena dramatike. Vetëm një heshtje e rëndë, që ra mbi dhomë si një peshë e padukshme. Jack nuk lëvizi, as nuk foli. Ndjeu sikur trupi i tij ishte shkëputur nga mendja, sikur po shikonte një skenë ku nuk ishte më pjesë. Zemra i rrihte fort, por pa ritëm, ndërsa gjoksi i ngrihej me frymëmarrje të shkurtra. Në atë moment, gjithë vitet e sakrificës, netët pa gjumë, frika e përditshme në teren, morën një kuptim të ri, të hidhur. Ai kishte luftuar për t'u kthyer në shtëpi, ndërsa shtëpia kishte vazhduar pa të. Emily u përpoq të thoshte diçka, por fjalët ju ngatëruan. Jack u kthye pa e dëgjuar. Mori çantën dhe doli nga shtëpia, duke lënë pas një derë të hapur dhe një jetë që nuk i përkiste më. Jashtë, ajri i freskët i mbrëmjes nuk e qetësoi. U ul në makinë dhe qëndroi aty për minuta të tëra, duke parë drejt një pike të zbrazët, ndërsa mendja i kthehej vazhdimisht te një pyetje vetme. Sa kohë kishte që kjo po ndodhte? Rrugët e qytetit ju dukën të huaja ndërsa ngiste pa destinacion. Çdo semafor, çdo tabel, çdo dritë shtëpie i kujtonte jetën që kishte menduar se po e priste. Në atë natë, Jack nuk u kthye në bazë, as nuk telefonoi askën. Fjeti në makinë, në një parking të zbrazët, me uniformën ende veshur, si një mburojë e fundit ndaj realitetit që po i shembej mbi supe. Ditët që pasuan u shndëruan në një mjegull emocionesh të përziera. Zemërim, turp, trishtim dhe një ndjenjë faji që nuk dinte nga vinte.
Ai analizonte çdo bisedë të kaluar, çdo mesazh, çdo heshtje të Emilyt gjatë muajve të fundit, duke kërkuar shenja që nuk ishte dashur t'i shihte. E kuptoi se distanca nuk ishte vetëm fizike. Kishte qenë emocionale, e heshtur, e ngadalt, por fatale. Në Amerikën e qetë të periferive dhe flamujve të varur në veranda, historia e një ushtari që kthehej herët për të gjetur tradhtin nuk ishte e pazakontë, por për Jackun ishte fundi i botës së tij personale. Ai e ndjeu veten të tradhtuar jo vetëm nga gruaja, por edhe nga ideja e shtëpisë, nga premtimi se sakrifica kishte kuptim. Jack u zgjua nga një dritë e fortë që i binte drejt në sy. Dielli i mëngjesit po ngrihej mbi asfaltin e ftohtë të parkingut ku kishte kaluar natën. Qafa ishte mpirë, shpina i dhimbte dhe uniforma ishte rrudhur, por asnjë nga këto nuk i dukej e rëndësishme. Ajo që rëndonte ishte ndjenja e zbrastisë, një boshllëk që i kishte zënë vend në kraharor dhe nuk e linte të merrte frymë normalisht. Për disa sekonda, mendja e tij u përpoq ta binte se gjithçka kishte qenë një makt, një halucinacion i shkaktuar nga lodhja dhe stresi. Por imazhi i Emilyt në atë shtrat, me një burr tjetër, u kthye menjëherë, i qartë dhe i pamëshirshëm. Nuk kishte asnjë mesazh në telefon, asnjë thirrje. Ai e dinte se Emily do të përpiqej ta kontaktonte, por një pjesë e tij nuk donte ta hapte atë derë. Çdo fjalë që ajo mund të thoshte do të dukej e pavlerë përballë asaj që kishte parë. Jack e nisi makinën dhe u largua pa një plan konkret. Përfundoi duke u ndalur pranë një kafeneje të vogël, një vend anonim ku askush nuk e njihte dhe ku askujt nuk interesonte historia e tij. Teksa pinte kafen e hidhur, mendja e tij nisi të rindërtonte muajt e fundit. Emily kishte qenë gjithmonë e duruar, e fortë, një grua që dinte të jetonte me mungesën. Por kohët e fundit kishte ndryshuar. Telefonatat ishin bërë më të shkurtra, përgjigjet më të përgjithshme. Ajo fliste për punën, për gjëra të vogla, por shmangte temat personale. Jack kishte zgjedhur ta interpretonte këtë si lodhje, si një mënyrë për të mos rënduar atë me problemet e saj. Tani, ajo heshtje merrte një kuptim tjetër. Ai u kthye në bazë disa ditë më vonë, pa u ndjerë sikur po kthehej në një vend të sigurt. Ushtarët e tjerë e përshëndetën si gjithmonë, por ai e ndjente veten të shkëputur. Ishte fizikisht i pranishëm, por mendërisht diku tjetër. Në stërvitje bënte gabime të vogla, të pazakonta për të, dhe e dinte se po të vazhdonte kështu, do të kishte pasoja. Oficeri i tij e vuri re ndryshimin, por nuk bëri pyetje. Në ushtri, disa gjëra kuptoheshin pa u thënë. Në mbrëmje, Jack filloi të lexonte mesazhet që Emily kishte dërguar. Ishin të gjata, të mbushura me shpjegime dhe justifikime. Ajo fliste për vetmin, për frikën se mos ai nuk do të kthehej më, për ndjenjën se po jetonte një jetë në pritje. Fliste për një koleg pune që e kishte kuptuar, që e kishte dëgjuar. Nuk kërkonte falje drejt për drejt, por kërkonte të kuptohej. Për Jackun, kjo ishte ndoshta pjesa më e dhimbshme. Ai e kuptonte logjikën, por nuk e pranonte dot pasojën. Ditët u shndëruan në javë dhe java e parë e lejes së tij kaloi pa e parë shtëpinë e tij asnjëherë. Në mendjen e tij, ajo shtëpi ishte tashmë e kontaminuar nga një kujtim që nuk do të zhdukej kurrë. Ai e ndjeu veten të ndarë mes dy impulseve, të përballej me Emilyn, ose ta fshinte plotësisht nga jeta e tij. Asnjëra nuk i dukej e mundur pa një dhimbje të madhe. Kur më në fund pranoi të takohej me të, zgjodhi një vend neutral, një park i vogël pranë liçenit. Emily erdhi e vetme, dukej më e dobët, me radhë të errët poshtë syve, por Jack nuk e gjeti veten të ndjente keqardhje. Ai e shikonte si një të huaj, si dikë që kishte marrë një rol të ri në jetën e tij pa lejen e tij. Ajo foli gjatë, pothuajse pa pushim, sikur të kishte frikë nga heshtja. Jack dëgjoi, por nuk reagoi. Në fund, i tha vetëm se kishte nevojë për kohë. Amerika vazhdonte normalisht përreth tyre. Njerëzit vraponin, fëmijët luanin, çiftet të tjera shëtisnin dorë për dore. Për Jackun, kjo normalitet ishte fyes. Ai ndjente se bota nuk kishte të drejtë të vazhdonte sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Vendimi për divorc erdhi gradualisht, pa një moment të vetëm dramatik. Ishte një proces i ftohtë, administrativ, me letra dhe firma,
që e bënte tradhtin të dukej edhe më reale. Emily u përpoq ta binte se gjithçka mund të rregullohej, se ajo kishte bërë një gabim. Por për Jackun, besimi ishte thyer në një mënyrë që nuk riparohej dot. Në muajt që pasuan, ai u zhyt edhe më shumë në punë. Ushtria ishte e vetmja strukturë që i kishte mbetur. Rregullat, disiplinat dhe rutina i jepnin një ndjenjë kontrolli që jeta personale ja kishte marrë. Por netët ishin të vështira. Endrat i ktheheshin gjithmonë te njëjta skenë. Dera që hapej dhe ajo pamje që i thyen zemrën. Zgjohej i djersitur, me grushtat e shtrënguar, sikur ende të ishte duke luftuar. Me kalimin e kohës, Jack filloi të kuptonte se tradhtia nuk kishte qenë vetëm një akt i Emilyt, por një simptom e një distance që ishte krijuar mes tyre. Kjo nuk e justifikonte, por i jepte një kontekst. Ai filloi terapi, diçka që më parë do ta kishte refuzuar. Atje, për herë të parë, foli hapur për frikën e tij më të madhe, se gjithçka për të cilën kishte luftuar kishte qenë e përkohshme. Vitet kaluan. Jack u transferua në një bazë tjetër, më larg nga kujtimet. Filloi të rindërtonte jetën e tij, ngadalë, me kujdes. Nuk u dashurua me njëherë. Besimi ishte bërë diçka e rrallë dhe e brisht për të. Por ai mësoi të jetonte me plagën, jo ta mohonte atë. Historia e tij nuk u bë lajm. Nuk pati tituj gazetash. Ishte thjesht historia e një ushtari që u kthye më herët për t'i bërë surprizë gruas së tij, dhe gjeti një të vërtetë që nuk ishte gati ta përballonte. Një histori që u humb mes miliona të tjerave, por që për të mbeti një pikë ndarse, momenti kur kuptoi se disa betejë nuk fitohen në fushë, por lihen pas me plagë që nuk duken. Në fund, Jack e kuptoi se zemra e thyer nuk ishte fundi i jetës, por fundi i një versioni të saj. Dhe ndonse ai version kishte qenë i mbushur me shpresa dhe premtime, ai nuk ekzistonte më. Ajo që mbeti ishte një njeri më i heshtur, më i kujdesshëm, por edhe më i vetëdijshëm për çmimin e sakrificës. Pas ndarjes ligjore, jeta e Jackut hyri në një fazë që nuk kishte as emër, as formë të qartë. Nuk ishte më dhimbje e mpret, por një rëndesë e vazhdueshme që e shoqëronte kudo. Ishte si një zhurmë e ulët në sfond, që nuk pushonte kurrë, edhe kur gjithçka tjetër dukej e qetë. Ai vazhdoi shërbimin, mori pjesë në stërvitje, në misione të zakonshme, në detyra që kërkonin përqendrim maksimal, por brenda vetes diçka ishte ndryshuar përgjithmonë. Nuk ishte më ai njeri që nisej për në shtëpi me padurim. Tani, kthimi nuk kishte më kuptimin që kishte pasur dikur. Në mbrëmje, pas orëve të gjata, Jack shpesh rinte vetëm në dhomën e tij, me dritën e fikur, duke menduar për mënyrën se si jeta kishte rëshitur në një drejtim që ai nuk e kishte parashikuar. Ai e kujtonte veten e tij më të ri, plot besim, i bindur se dashuria dhe sakrifica ishin të mjaftueshme për të mbajtur një martesë gjallë. Tani, kjo bindje i dukej naive. E kuptoi se lufta që kishte bërë jashtë vendit kishte qenë drejt për drejt, me rregulla të qarta, ndërsa lufta brenda një martese, në mungesë dhe heshtje, ishte shumë më ndërlikuar. Emily nuk u zhduk me njëherë nga jeta e tij. Ajo vazhdonte të dërgonte mesazhe her pas here, jo më për të kërkuar kthim, por për të sqaruar, për të justifikuar, sikur edhe ajo vetë kërkonte një mënyrë për ta kuptuar atë që kishte bërë. Jack nuk përgjigjej, jo nga urrejtja, por nga frika se çdo kontakt do ta kthente pas në një gjendje nga e cila mezi kishte filluar të dilte. Heshtja ishte bërë forma e tij e vetme e mbrojtjes. Me kalimin e kohës, ai filloi të vërej se tradhtia nuk e kishte thyer vetëm emocionalisht, por edhe identitetin e tij. Ai kishte qenë burri i Emilyt, ushtari që kthehej në shtëpi. Pa këto role, ndjehej i zhveshur nga kuptimi. Ushtria i ofronte ende një strukturë, por nuk i mbushte boshllëkum personal. Në terapi, ai filloi të fliste për ndjenjën e humbjes jo vetëm të gruas, por edhe të vetes. Një transferim i ri e çoi në një shtet tjetër, më në veri, larg gjithçkaje që i kujtonte jetën e vjetër. Qyteti ishte më i ftohtë, më anonim, me rrugë të gjata dhe ndërtesa pa shumë karakter. Për Jackun, kjo anonimsi ishte çliruese. Askush nuk e njihte historinë e tij. Askush nuk e shikonte me sytë e mëshirës apo kureshtjes. Ai ishte thjesht një tjetër ushtar, një tjetër njeri në një sistem të madh.
Aty filloi të rindërtonte rutina të vogla. Vrapim në mëngjes, palestër pas shërbimit, libra në mbrëmje. Filloi të lexonte për psikologjinë, për marrëdhëniet në distancë, për mënyrën se si truri reagon ndaj tradhtisë. Nuk ishte një kërkim përfajtor, por një përpjekje për të kuptuar. Çdo faqe që lexonte I jepte një ndjesi kontrolli, sikur po vendoste rregull në një kaos të brendshëm. Megjithatë, kishte ditë kur gjithçka kthehej pas. Një erë e caktuar, një këngë në radio, një shtëpi me dritare të ngjashme me ato të shtëpisë së vjetër, mjaftonin për ta kthyer mendjen e tij te ajo pasdite. Ai ende e shihte veten duke hapur derën, ende ndjente ngrirjen në trup. Ajo pamje ishte bërë një pikë referimi në jetën e tij, një moment që ndante kohën në para dhe pas. Vite më vonë, Jack u njoh me një grua tjetër. Nuk ishte një histori e menjëhershme dashurie. Ishte diçka e ngadalt, e kujdesshme, e ndërtuar mbi heshtje të rehatshme dhe respekt. Ai nuk foli menjëherë për të shkuarën. Kur më në fund e bëri, e tregoi historinë pa dramatizim, si një fakt të jetës së tij. Ai e kuptoi se plagët nuk zhduken, por mund të bëhen pjesë e një historie më të madhe. Pa e dominuar atë, Emily, nga ana tjetër, vazhdoi jetën e saj. Ai e mori vesh këtë vetëm përmes thashethemeve të largëta, pa detaje. Nuk ndjeu më zemërim. Vetëm një lloj qetësie të ftohtë. Një pranim se disa njerëz hyjnë në jetën tonë për një kohë dhe largohen duke lënë pas mësime të dhimbshme. Jack nuk u kthye kurrë te ajo shtëpi. E shiti pjesën e tij, mbylli çdo kapitull administrativ dhe simbolik. Ajo shtëpi mbeti në mendjen e tij si një vend ku besimi u thye, por edhe si pika ku ai filloi të mësonte se si të jetonte pa iluzione. Ai nuk e pa veten si viktim, e pa veten si dikë që kishte humbur, por kishte mbijetuar. Një ushtar që kishte përjetuar një humbje personale, po aq të thellë sa çdo betejë. Dhe ndonë se zemra e tij ishte thyer atë ditë, ajo nuk ishte ndalur së rahuri. Ajo kishte mësuar një ritëm të ri, më të ngadalt, më të kujdesshëm, por ende të gjallë.